Lëvizja e zotit Saliani që prej të paktën prej tetor-nëntorit të këtij viti deri tani ka treguar që për aq sa ne kemi parë nga mediat që kërkon të bëjë një lëvizje, kërkon të bëjë një ndryshim brenda Partisë Demokratike dhe të përjashtosh njerëz, kudo qoftë dhe antari më thjesht, jo më njerëz që kanë pesha elektorale në zona të caktuara apo në gjithë Shqipërinë. Mendoj që nuk i vlen asnjë parti në Shqipëri, sidomos kur jenë në një proces zgjedhjesh. Pra ti je në proces të brendshëm zgjedhjesh dhe nëse flet për statut në një kohë që mund të kesh shumë probleme tjera, më duket pak jo korrekte. Po flet për përjashtim, por unë po i rri asaj që thot zoti Berisha, është vetë përjashtim. Pra zoti, siç e kuptoj unë, zoti Saliani vendosi të dilte kundër vijës së Partisë Demokratike. Nuk di në statutin e Partisë Demokratike, mbase dikush tjetër është më i brendshëm në këtë pjesë. Ja do pyes dhe kthupin me qenë se ka përvojë atje. Nuk di të them që mund të ketë opsion vetë përjashtimi, pra term ligjor vetë përjashtimi, shkelje të rënda dhe masat disiplinore që mund të marrë partia brenda saj, për antarët saj, duhet kalojnë në një proces të brendshëm të partisë, nuk e kemi parë në rastin e zotit Saliani. Akuzat që janë ngritur ndaj tij, nëse flasim për këtë rast, po dhe për raste tjera, duhet ishin provuar minimalisht, paktën për gjithë antarët e partisë, për treguar që ky person, nëse ka bërë veprime, siç thon, pra i mbështetur nga Partia Socialiste apo nga grupe tjera kriminale, duhet ishin provuar.